Çrregullimi i vëmendjes dhe hiperaktiviteti është ndër çrregullimet më të studiuara sa i përket moshës së fëmijërisë. Përkufizohet si një tërësi kushtesh neurologjike, dëmtimi apo mosfunksionimi i saktë të cilave shkakton problematika të lidhura me vëmendjen dhe impulsivitetin e hiperaktivitetin. Në këtë tekst, gjenden shpjegime mbi identifikimin, mënyrat e vlerësimit, diagnozat dhe rrugët kryesore të ndërhyrjes e trajtimit të këtyre fëmijëve në kontekstin familjar dhe shkollor. Kapitulli 1. Këndvështrimi i përgjithshëm mbi çrregullimin e vëmendjes me apo pa hiperaktivitet. Çfarë është çrregullimi i vëmendjes dhe hiperaktiviteti? Është e pamundur që një mësues gjatë përvojës së vet profesionale të mos ketë hasur nxënëse, të cilët nuk qëndrojnë dot ulur një orë mësimi të plot. Pasi për ta, kjo është një detyrë me vështirësi të lartë për të realizuar, apo në mos e pamundur fare. Ose nxënës që vazhdimisht janë të zhytur në aktivitete që nuk kanë të bëjnë as pak me atë që po ndodh në klasë. Është pra pikërisht fjala për fëmijë të cilët vuajnë nga çrregullimi i vëmendjes me hiperaktivitet. Fëmijë që vuajnë gjithashtu dhe mos kuptimin e vështirësive të tyre nga ana e të rriturve, ku përveç kushteve praktike ju mbivendosen kështu qërtime të vazhdueshme, epitete, etiketime, akuza mbi pakujdesit, kërkesa llogarie mbi mungesën e motivimit dhe të vëmendjes, ndjenja faj dhe përgjegjësie për rrëmujën që shkaktojnë, për harresat, neglizhencat, nxitimin, padurimin, impulsivitetin e me radhë. ADHD është një çrregullim që në thelb ka autokontrollin, vetë rregullimin sjellor, kognitiv dhe njohës. Vetkontrolli është aftësia për të rregulluar intensitetin e asaj që mendojmë, ndjejmë dhe veprojmë në çaste dhe situata të caktuara. Aftësi e cila në një farë mënyrë ekuilibron nevojat e brendshme dhe të shprehurit e tyre, me kërkesat dhe përshtatjen ndaj mjedisit të jashtëm. Ky mekanizëm nuk funksionon siç duhet tek ta fëmijë. Mosfunksionim i cili bën që ata të dështojnë në detyra rutinore të përditshme, të thjeshta, të cilat kërkojnë një angazhim të vazhdueshëm sistematik për përmbushjen me sukses të tyre. Një fëmijë që vuan nga ky çrregullim nuk arrin të frenoj veten në mënyrën e dur dhe kjo i krijon vështirësi për të mbajtur vëmendjen në çfarëdo lloji aktiviteti dhe njëkohësisht prodhon situata ku ai është vazhdimisht në kërkim të shpërblimeve dhe të përforcimeve të menjëhershme, pa ditur të pres dhe të duroj për më vonë. Sjellja e fëmijëve me çrregullimin e vëmendjes me hiperaktivitet shoqërohet dhe me aktivitet motorik të shtuar që shpeshherë perceptohet në mënyrë të gabuar si mungesë bashkëpunimi apo përshtatje me mjedise e kontekste të caktuara sociale. Në fakt, sigurisht që nuk është kështu. Lëvizjet e shumta gjatë gjithë kohës nuk janë gjë tjetër veç se një manifestim i çrregullimit. Mungesa e vëmendjes, hiperaktiviteti dhe impulsiviteti janë 3 shtyllat e simptomave të ADHD, të lidhura dhe të kombinuara mes tyre në mënyra që variojnë nga njëri rast tek tjetri. Vështirësitë sjellore dhe psikologjike të fëmijës me ADHD ndikojnë cilësinë e jetës së tij dhe të afërmëve të tij, në shtëpi, shkollë, lojë. Parimisht, nëse mbizotrojnë problematikat lidhura me mungesën e vëmendjes, fëmia do të ketë vështirësi në të nxënë dhe probleme në shkollë. Ndërsa nëse në të kundërt do të dominojnë vështirësi që vijnë si rrjedhoje e hiperaktivitetit dhe impulsivitetit, në jetën e fëmijës me ADHD do të jenë të pranishme një sër problematikash që lidhen me marrëdhëniet sociale dhe përshtatje në mjedise të ndryshme. Çrregullimi i vëmendjes me apo pa hiperaktivitet është ndër çrregullimet më të studiuara sa i përket moshës së fëmijërisë. Këtë e dëshmojnë artikujt shkencor e botimet e shumta mbi këtë temë. Ashtu siç ka ndodhur me shumë problematika të tjera të psikopatologjisë së zhvillimit, fillimisht dhe ky çrregullim është shpjeguar dhe trajtuar në një përqasje mjekësore, që më vonë është vijuar nga perspektiva psikologjike, sociale, kognitive dhe sjellore e trajtimit të problemit. Cila është përhapja e këtij çrregullimi? Konsiderohet se janë të prekur nga çrregullimi i vëmendjes me hiperaktivitet 5% e fëmijëve dhe 2.5% të rriturve. Hapësirat dhe dallimet mes përqindjeve variojnë nga populatat e ndryshme të marra në studim.
karakteristikat kulturore gjeografike dhe teknikat e instrumentet matës me të cilët është realizuar studimi. Simptomat dhe ecuria e çrregullimit mbeten të pandryshuara përgjatë gjithë periudhës së zhvillimit, me përjashtim të simptomave të hiperaktivitetit, të cilat kanë prirjen të reduktohen që nga adoleshenca e mëtej në moshën e rritur. Një shifër që vjen e saktë dhe një dallim që del në pah në çdo studim që mat shpërndarjen e çrregullimit ka të bëjë me numrin më të lartë të djemve në krahasim me vajzat e prekura nga ky çrregullim. Cilët janë faktorët shkaktar? Pyetjes se cili është faktori që sjell çrregullimin e vëmendjes me hiperaktivitet nuk I jepet dot një përgjigje e vetme. Fal përmirësimit të teknikave dhe instrumenteve diagnostikues, neuroimazherisë, risive teknologjike dhe metodologjike, identifikimi I arsyeve dhe shkaktarëve të çrregullimit është për herë e më I saktë, empirik dhe shkencor. Shpjegimet aktuale të këtij çrregullimi përfshin faktor neurologjik, gjenetik, familjar, kognitiv dhe psikosocial. Më poshtë renditen ato kryesor. 1. Faktori gjenetik. Trashëgimia është padyshim një nga faktorët kryesor që sjell ADHD-n. Predispozita që njëri prej prindërve, I cili është me çrregullimin e vëmendjes me hiperaktivitet, të ketë një fëmijë me të njëjtin çrregullim, është 6 deri 8 herë më e lartë se sa në pjesën tjetër të popullsisë. 2. Faktor neurobiologjik. Hulumtimet neuroimazherike tregojnë se fëmijët e prekur kanë të dëmtuar një pjesë të korteksit prefrontal në hemisferën e djathtë, funksionim të ndryshëm të corpus callosum dhe të trurit të vogël. Funksionimi I ndryshëm neurologjik I trurit të tyre varion nga ndryshime neurokimike në ndryshime të aktivizimit të cirkuiteve neuronale dhe deri në volume të reduktuara të zonave përkatëse cerebrale. 3. Faktor psikosocial. Konteksti psikosocial më shumë se sa një faktor shkaktar është një faktor ndihmues e lehtësues ose përkeqësues I çrregullimit. Për sa kohë që marrim për të mirëqenë faktin se është një çrregullim I lindur, ose të paktën predispozita për ta shfaqur është e trashëgueshme dhe gjenetike, për rrjedhoj nuk mund të pretendohet në asnjë rrethanë se çrregullimi I vëmendjes me hiperaktivitet vjen nga faktor të jashtëm mjedisor. Për këtë arsye, mjedisi ku jeton fëmia, sfondi kulturor, familjar, komunitar dhe social, shërben vetëm si faktor dytësor përgjatë ecurisë së çrregullimit. E ndihmon dhe mirëkupton fëmijën apo e rëndon dhe përkeqëson situatën. Ka një korelacion pozitiv midis shfaqjes së simptomave të çrregullimit të vëmendjes me hiperaktivitet dhe familjeve me status të ulët socioekonomik, sjelljeve antisociale të njërit prej prindërve, pranisë së ndonjë çrregullimi psikiatrik të njërit prej familjarëve, hospitalizimit dhe të qenit antari një familje të madhe. Faktorët psikosocial që nxisin përkeqësimin e simptomave janë: mjediset shumë të varfra, përjashtimi social, rritja dhe edukimi në një familje apo komunitet me konflikte të shumta dhe stresor ambiental, keq ushqyerja, mungesa e kujdesit të dur gjatë shtatzanisë, mungesa e kujdesit gjatë foshnjërisë dhe fëmijërisë së hershme, përdorimi I substancave të ndryshme dhe varësia e njërit prej prindërve. Përveç këtyre rasteve, pra kur mjedisi dhe familja nuk tregojnë dot vëmendjen e dur ndaj këtyre fëmijëve, duke qenë se vuajnë nga problematika më të rënda, rastet e tjera të familjeve që kanë një fëmijë me ADHD dëshmojnë për një stil prindërimi jo shumë bashkëpunues. Sigurisht që kjo nuk është absolute, por ajo që ka dalë në pah nga studimet në familjet që kanë një fëmijë me çrregullimin e vëmendjes, është që prindrit priren të jenë të pakënaqur me fëmijët e tyre, më kritik, më ndërhyrës, më pak tolerant dhe mirëkuptues. Ky stil prindërimi është një formë reagimi dhe përgjigjeje që kanë prindrit përballë çrregullimit. Pra, është pasojë dhe jo shkak. Problemi në këto raste është që fëmia do ta gjejë veten brenda një cikli vicioz, duke I shkaktuar më shumë ankth, stres, demotivim, vetëvlerësim të ulët, ndjenja faji, tërheqje, izolim dhe frustrim. Duke qenë se realiteti në cilin jetojmë është I tej mbushur me informacione nga më të ndryshmet, lojra, teknologji, pajisje digjitale dhe internet, të cilat bazohen në dhënien e stimujve të shumtë vizual dhe në një farë mënyre me përforcues të shumë të menjëhershëm, mund kuptohet qartazi që kjo nuk është as pak ndihmuese
për një fëmijë që vuan nga çrregullimi I vëmendjes me hiperaktivitet. Një realitet I tillë, ku shoqëria e konsumit dhe karakteri I saj materialist nuk bën gjë tjetër veç se ja shpërndan më shumë vëmendjen këtyre fëmijëve, sigurisht që trajtimi I tyre bëhet edhe më I vështirë, sa më I zhvilluar dhe I industrializuar të jetë një vend. Megjithatë, duke qenë se këto kushte nuk ndryshohen dot dhe sepse tendencat e zhvillimit social janë për herë më të dominuara nga teknologjia, do të jetë detyra e prindërve, mësuesve, psikologëve dhe hartuesve të politikave sociale e edukative të ndihmojnë këta fëmijë të përshtaten dhe të integrohen. Komorbiditeti apo bashkëshoqërimi I ADHD-s me vështirësi të tjera. Çrregullimi I vëmendjes me hiperaktivitet bashkëshoqërohet me shumë çrregullime të tjera. Shumicën e rasteve në një mas prej 85%, një individ që vuan nga ky çrregullim ka të paktën dhe një çrregullim tjetër, I cili mund të jetë çrregullim ankthi, çrregullim humori, çrregullim kundërshtimi, çrregullim sjellje apo çrregullime të nxënit. Të gjitha simptomat e ADHD të mbivendosura dhe me ato të ndonjë prej çrregullimeve të mësipërme ndikojnë në mënyrë domethënëse, si në cilësinë e jetës së fëmijës, ashtu dhe në raportet që ai ndërton me të tjerët dhe në rendimentin shkollor. Bashkë ekzistenca e njëkohshme e simptomave të pavëmendjes, hiperaktivitetit, impulsivitetit, me ato të çrregullimit të sjelljes, të humorit, ankthit apo të kundërshtimit, prodhon kategori sjelljesh komplekse. Disa prej karakteristikave të këtyre çrregullimeve bashk janë agresivitet verbal, irritueshmëri, sjellje antisociale dhe sfiduese, arrogancë, prepotencë dhe të kërkuarit e gjërave me forcë, sjellje ekzibicioniste, histrionike, sjellje kundërshtuese dhe mos respektimi vazhdueshëm I rregullave dhe normave shoqërore, frikë nga gabimet dhe dështimi, demotivim, vetkoncept dhe vetvlerësimi I ulët, shmangje dhe tërheqje nga marrëdhëniet sociale, vështirësi për të përshtatur me rregullat e lojës të grupit të bashkëmoshatarëve, humor depresiv, ndjenja të vazhdueshme frustrimi. Rastet kur çrregullimi I vëmendjes me hiperaktivitet bashkëshoqërohet dhe me një prej çrregullimeve të nxënit janë të shumta e të shpeshta. Fëmijët me këto vështirësi mund të refuzojnë të mësojnë e të jenë pjesë aktive e procesit të nxënit dhe në aktivitetet në grup, brenda apo jashtë shkollës, si pasojë e frikës që kanë nga qortimet, kritikat negative dhe gabimet. Sa I përket fushave kryesore ku paraqesin vështirësi gjatë të nxënit, janë si më poshtë. Përkeqësim të aftësive dhe shprehive të mësuarit nga klasa e 3 e 4 e shkollës fillore. Mungesë organizimi dhe strukture. Leximi ngadalt, me gabime, I nxituar. Në të kuptuarit të përmbajtjes së teksteve të shkruar, vështirësi në drejt shkrim, në të shprehurit me shkrim, gabime ortografike, gabime gramatikore, në veprimet dhe arsyetimin matematikor, në të kuptuarit dhe mbajtjen mend të numrave dhe përllogaritjeve, vështirësi në memorizimin dhe përdorimin e informacioneve të përvetësuara në disiplina të tjera,